mas një vite që une e kom hu babën, edhe s'kisha thirë asë njëherë më babë, edhe mu ka dasht me thirë, do më thonë, e lujsha rejen, po vjehrën e thërsha babë. Edhe kër e kom thirë babë, atë jom dhuku, kom vidhu mu dridhë krejt. Përshëndetje për juve. Përshëndetje dhe për juve. A kemi mundësi me t'i bo disa pytje, edhe ti mi lezu edhe më përgjigj vetë. A i zgjatë në jo, apo ne? Ti kemi zgjedh. E ronë këka pak. Mi bu vetë vetit pytje. Qëfar ju pëlqen të bërni në kohën të uaj të lirë? Vesh kotë lirë s'kena, ama... Pse s'keni kotë lirë? është familja, puna, gjithë shkofi ka pak. Qka puna ne? Në aktrim. Aktore, a? O, e kemi fatin me pas një intervist një aktore. A të ka pëlqy shumë aktrimi? Fakt, aktrimi më ka pëlqy. Kër jam kanë se në zonë se shkollës mesme, e kom dasht për një arsye kom menu një herë me studiu. Arsyeja vetë me kanë e kom dasht, e thjesht e kom llogarit që s'ka matematikë. Pse s'ta do matematika e që? Zero. E për këtë arsye, a i ke pas në rol që tu ka impunu me bo në aktrim, edhe pse s'ke dasht? Faktikisht rolet i zgjedhëm vetë. Nëse s'na pëlqen, mujna me refuzu. Po. Edhe nësë qarim tjetër, aktrimi nuk e kam përfundu. Kam studiu këtë tjetër sen, që diploma më rënë shpe. Qka ke studiu? Menagjimin e emergjenca për sigurim punë. E pse nuk i vazhdu ma shumë të ka flejt aktrimin në zamëra? Fakt, une e kom përfundu këtë, kom diplomu, për që punë s'ka. S'ka puna. Okej, shpresojmë që mund është me gjithë puna dhe me diplomën që veç pas që diplomu për profesionin tëndë, edhe në aktrim e bukur qenke, kisha thonë vazhdo edhe aktrimin. Edhe për ndryshe, po du me ta bo edhe një pyetje se kam qef mja bo aktorve. A ka pas në i rol që e kënë ndjesh shumë, edhe je përfshin to dhe tu ka duk që për një me je të përjetu që atë rol? Ka një tjetër, një film që e kena pas në një projekt në 2022, u konë ofshama. Thjesht u konë dishka që ju që këm përjetu vetë, u konë koha kur kanë përjetu shumë femna, u konë e dhunimit. Edhe tjetra u konën... E qysh e ke menagju pasaj se dyqysh na veç kur t'i shofmi serialat, menoj që kena nevoj ka njëherë për psikolog që e përjetojna. A t'ka ndodh me pas naj këshill prej naj psikologit që e përfshi shumë në aktrim? Shumë hi shumë fillit, nuk i kom hi, ama momental u konën. U konë? U konë edhe pjesa tjetër, kur u konë një film tjetër me një produksion tjetër, do më thonën, u konë në filme i shkurt, Luti babës. U konë mas një kohë shumë të shkurt, do më thonë mas një vite që une e kom hu babën, edhe s'kisha thirë asë njëherë më babë, edhe mu ka dasht me thirë, do më thonë, e lujsha rejen, po vjehrën e thërsha babë. Edhe kër e kom thirë babë, atë jom dhuku, kom vidhu mu dridhë krejt, ama masanira ku morë vesh. Një moment i fështirë këtë gjatë aktrimit, po. E ke bo prapë se prapë punën tone që dhe me borë nashta mas meri akrim? Janë pak minuta, abden që dhvin pak me morë vetën, sene, se do më thonë, do shka kalohet. Edhe dhim tha, abden nuk është që e shërën koha, thjesht ti mësohesh me mungesën edhe me jetu me qëtonë. Edhe kjo në aktrim, nashta për momentin, njëhesh pak kesh në sikletë krejt, po... Pas ta i mësohesh me siklete. Do më thonë, veç e marrë vetin pak dhe vazhdo në vetë. Na i kena edhe 2 pyetje tjera për juve. A gjeti ku për të tjerët dhe për vetën këtë vetë. Faktikisht këtë vetë. Që është pyetja njëjtë, më do këtë shkja? Jo. Okej. Këtë vetë veç sa ka fillu. Thjesht kam shumë ku për tjertë, se kam qef krejt mi qitë para vetës, e shumë pak për vetën. Pse më i kështu?
A të bën më një mirë kur ju kushton ku njerëzve ma shumë se vetës? Po, sidomos familjes tem është Familja primare. Okej, edhe një pyetje edhe shkum. nëse mund të zgjedhni sërish punën tuaj pa u përqendruar te paraja dhe do të bënit. Faktikisht, me standardin e Kosovës, përveç familjes tem që më u përkushtu, pa para asnjë se kisha bo. Ose edhe nëse ka diçka për një rast urgjent, hapde mënyrë vullnetare me dalë me ndihmu diçka, po për ndryshe, çka është punë që marrin rruga njerëzit, pa para. Vullnetarisht nuk ishe punu diçka. Përveç se nëse i shkon të mirë dikojna. Nëse është sikur për shembull nevojat për diçka për të smut, për një familje diçka të varfër, atë me kanën ato, po për ndryshe diçka tjetër çka dikush tjetër ka interes për fillim, unë në mënyrë vullnetare fond këtë punojna për pare. E vërtet, krejt punojnë për pare. Edhe s'vja dalu. Shpresojmë që kena me pas një standard mirë tjetës, edhe unë ty të uroj shumë sukses në fushën e aktrimit. Faleminderit shumë, edhe ju për punë të bërë.